ka shumë kohë që historia jonë ka folë me gjak, me dhe, me plag e me krenari. E tash, zani i tyne nis me u ndëgju përsëri. Ky është një rrugtim për me prek rënjët tona, me i përmend ata që historia ndonjëherë ka dasht me i harru, por zemra e popullit kur s'ka. Me 26 nëntor të vitit 1967, në një familje të ndershme punëtore, lindi Rifat Mziu. Në atë kohë, askush nuk e dinte që ai djali i qetë i sjellshëm, një ditë do të bëhej emër i madh i lirisë. Por Zoti, ndoshta e dinte qysh prej ditës që e solli në këtë botë. Ne ishim një bashkësi familjare bukur e gjerë dhe Rifati ishte gëzimi i parë i vllaut, respektivisht i babës të Rifatit pas Livrit dhe nënës Shukrie. Dhe që në fillim dallohej me atë intelektualitetin e vetë, u rrit bashkë me moshatarët e vetë, por dorën zemrën unë isha me profesion arsimtar dhe aja gëzonte një para respekti dhe gjithmonë ishte për krah meje. Ka qenë i qetë deri në momentin e caktuar. Erdhi koha mosha, u regjistrua në shkollë perëllore, kriju me sukses, kriju shkollën e mesme, pati e dishi që mund të jem në Skënderaj në punë dhe në kontakt përhershëm kështu me ta. Po nuk ka pas nevojë Rifati për kontroll, se ai ka kontrollu vetveten. Gjithmonë. Përse dallimi kryesor ka qenë që në fëmijërinë një njeri intelektual, ka pas një aftësi për përvetësimin e ambientit ku jetonte, ku rrinte me posedonte, kështu që shumë shpejt u kyç në do lëvizje çfarë atëherë ishin për momentin. Na i rrit në shtrat. Vllau më i madh i joni u ka. U ka një djalë i urtë, u ka një vllau i urtë, u ka një biri i urtë. U ka djalë i kulturuar shumë. Po da. Çka ai na kalon, ai kanë dëgju babën tonë. Kur një jetë se ka prish, deri sa u bëra. Qashtu edhe na ka met pe ti, dhe ju dek baba, na se kena prish babës kur. U ko djallë që të ka shtimu s'jell mirë, deshte. Dhe pse unë jam kom pak ma problematik. Edhe nuk jam kom bash e rahatshëm, po ajo kom presi mirë. Nuk është bash lehtë me pas vllon e mirë. Se edhe ky problemi do të në mos sjell mirë. Unë e kom pas mas zori. Se të shkoma e problem, tani se këshëm pas problem, se ishëm bot 2. Po, u kom pak probleme kom vllai tina. Se ka qenë me të vërtet shumë i kulturuar, shumë i edukuar. E unë nuk kam shumë problem. Atë nuk kom bashkallaj me vllai ti. Po, mirë e kam menaxhu familjen, deri në rromjen e tij. Këto kom shumë. Koha kalon të shpejt. Rifati u rrit me një mendje të kthjellet e me synime të qarta. Ai e donte dijen. Ishte ndër të parët nga fshati që mori rrugën për në Prishtinë, me ëndrrën që ai të bëhej profesor. Në bankat e Universitetit të Prishtinës, ai nuk ishte thjesht një student. Ishte shembull për kushtimi. Çdo ditë jetonte me bindjen se dituria
nuk është vetëm për vete, por edhe për të ndriçuar të tjerët. Me mund, me këmbgulje dhe me dashuri për arsimin, Rifati arriti të bëhet profesor i lëndës së fizikës. Kolegët e tij e kujtojnë si njëri të drejtë, të butë dhe gjithmonë të gatshëm për të frymëzuar. Ai shpesh u thoshte: "Dia është forca më e madhe që mund të ketë njeriu." Rifatin e kam njohur nga shkolla e mesme, ku kemi mësuar të dytë në gjimnazin e Skënderajt, po nuk kemi pas ndonjë shoqëri të theksuar, pa vetëm përmes shokëve jemi taku, ama shoqërinë kemi fillu me Rifatin tamam në studime, pa kur kemi fillu studimet në Fakultetin e Fizikës, pa në vitin 1986. Aty kemi fillu studimet edhe qysh fillim e kom vrejt vlerat e tij, si njeri, si karakter, si personalitet, një njeri me karakter të fortë, një njeri shumë i urtë, po në të njëjtën kohë edhe shumë i dashur, shumë i tolerant, pa kishte shumë vlera njerëzore edhe qysh atëherë ka filloi shoqëria jonë me Rifatin që ka vazhduar deri në rënien e tij. Se di, ka qenë ndoshta fat që jem taku me ta. Thjesht fat që jam taku me ta, ndoshta fat pse kemi studiu bashkë fizikën, edhe ajo na ka lidh tani në një shoqëri të ngushtë që kemi vazhduar vazhdimisht. Edhe pastaj kemi vazhduar në shkollën e mesme që kemi punuar si kolegë bashkë. Vetëm në kohën e luftës na ka nda fati që nuk kemi qenë bashkë. Rifati nuk ishte thjesht profesor. Brenda tij jetonte edhe një shpirt i pathyeshëm, i cili besonte se liria nuk fitohet pa sakrificë. Qysh herët, ai ishte i përfshirë në lëvizjet ilegale, duke ndihmuar në mënyra të ndryshme kauzën e dheut. E dinte rrezikun, por asnjëherë nuk u tërhoq. Kur padrejtësia po rëndonte mbi çdo familje shqiptare, Rifati mori vendimin më të madh të jetës. Lanë nxënësit, librat dhe ditarin e profesorit, për t'ju përkushtuar edhe me jetën e tij lirisë së Kosovës. Në atë rrugë të shejtë u takua me shumë bashkëluftëtar, me të cilët ndau bukën, betimin dhe idealin. Ata sot e kujtojnë me krenarinë më të madhe, si njeriu që diti të mësoj me zemër dhe të luftoj me shpirt. Veti takojsha të asoj qëti drejtimi, se isha i burgosur politik i vitit 1964. Dhe ai të Rifati gzesha një autoritet, pse që nga e ku dikush po mendon për këtë popull, për këtë tokë. Kështu që i kom pas thush që të rëfëroj Rifatin. Edhe që nga suprimimi i autonomisë Kosovës e i shkollimit e hajma dhe që këtë në rrjedhat lëvizjes guerile i kam ndihmuar sa kam mujt. Kontaktet e para me Rifatin qysh heret të kam njoftën, prej viteve të 90-ta. Rifatin kam njohtë edhe kur ka qenë profesor i sene. Kam njohtë Rifatin për një djalë, dhe më thonë, nuk kem pas shumë kontakte shpeshta, por kam njohtë një djalë me përpjekje shumë të madhe për çështje të kombit e sene, një pjesëmarrës aktive i çdo procesi, çdo lëvizje, çdo demonstratë e sene në atë periudhë. Me vonë me Rifatit kontakte që kem pas fund viteve 96, kontakte një legalitet e sene, me urdhën komandantit Adem Jashari i sene, jem bashku grupet edhe formimi rritja e celulave të para e sene, jem bashku me Rifat Mzidh, po e të vazhdu deri në ramjen e tij. Po ne me Rifatin kemi jetu një lagje.
Rifati në lagjën Mziu, kurse unë në lagjën Hoti, kështu që Rifati ka qenë ma i ri se unë, shumë, do më thonë një ma të ri, kurse ajo një mu ma vënë se është ma i ri se unë. Po më njoftë mirë me Rifatin është e 97-a, shtatori 97-ës, kur Rifati niset me kerë në shku për atëherë kanë thosë Sërbic, tash Skenderaj. Aty merë mu, kom qenë të shku kom, merë mu edhe deri në Polacë, se Rifatin nuk e qelë kur gjënë, Polacë e qelë që ka qef me gjetë një shok, ose shumë shok tjerë që i bashkuhen në legale, sepse Rifati kishte qenë për para. Ashtu që u morën vesh, po, ju bashkan zita, edhe pe aty fillum, me do ormë tënat që i kishëm, personalit që i kishëm, mirë po ma dhenë, i morëm nga uqekeja, nga shok tjerë, i morëm 2 automata, 4 bombe, aty i shkepi, edhe fillum, tu rrit numri, u rritëm dikon 6-7 këtu në Marinë. Kontaktet e para me Rifën i kom pas në fillim të korrikut në vitit 1998. Unë kom qenë student në Universitetin e Tiranës, degën e informatikës, në përfundim e sipër të vitit 4, kur kom vendosur me bashkangjitë ushtrisë ligjore të Kosovës. Ndalesa e parë ka qenë Pika Mali Morin, më thanë, aty kom taku Rifën, ka qenë tip entuziast, me energji, vullnet madh, tip idealist, edhe kontakti me to ka qenë me njëhershëm, në jemi njoftë. Edhe për pak dite kemi mrija atë lloj relacioni sikur më njoftë për një periudhë shumë gjatë kohore. Përveç idealizmit ka qenë ajo karizma si ushtar, si masane edhe si oficer togu, si lideri togut, dhe më thonë brana kompanisë tonë, ka qenë ai vullneti i tij i pashaq. Dhe më thonë edhe kur ka fol me ushtar, me shok tjerë, dhe më thonë, për asnjë moment nuk e ka vënu me dyshje fitoren triumfin tonë kundër pushtimit, dhe më thonë. Ka arrit me përqu një lloj energjie pozitive të çdo kush. Kjo ka qenë veçëria ma e shprehur, mas shumti që ka rënë, dhe më thonë, sy tek Rifa. Shokët e Rifatit trofejnë për betejat që i përballuan së bashku. Qaste të vështira kur frika dhe rreziku ishin gjithandej. Por guximi dhe bashkimi e mbajtën gjallë shpresën. Disa kujtojnë netët e gjata në male. Kur i lodhur dhe i uritur, Rifati kur nuk humbte forcën morale. Ai i frymëzonte të gjithë me besimin se liria nuk fitohet pa sakrifica, dhe secili prej tyre ishte pjesë e diçkaje më të madhe se vetja. Rifati nuk ishte vetëm ushtar, ishte shok, udhëheqës dhe burim i besimit. Që din çka është. Me dho ato që ja ka vonë Zoti, ati ko shumë falë mendjen e shlosh, që dohet për liri me sakrifikuar me edhe jetën, që pa gjak nuk fitohet, atëherë për to është me vleshme një plumë se aro ke vdesi hera, se mi hanë Bateria përshë. këtë pasurinë ose studinë. Një natë vjeshte, fund shtatori, fillim tetori 98, natë me shi, dikon ora 10 ose 11 e mramjes, kemi qenë në një shtëpi këtu në fshatin Rezall, të kushërive torë, edhe për një moment Rifa qohët thët, du me shku thët, tek dajt e kimit, të dajt e leotrimit me folët me familjen, thët se diçka mundët mos me qenë rregull. Për mu kjo ishte një reagimi papritën, po ai lloj insistimi, si të thush, i pash lynë, në memoria dhe vendosa dhe në mi shashtu, dhe më thonë, na nuk kemi nda kur. Po ju luta, para se më unis në atë rrugë me shku në fshatin Trstenik, me folin një telefon, kjo është, po flasim për një distancë 10 deri në 12 kilometra, në një natë me shije dhe në një distancë ku kishte disa punkte të forca serbe. Thash, si për hajgare, thash Rif, je që pesh diçka dëmëna shtime në i farë, dhe më thonë krize me në i farë kurthi, thash se diçka në këtë natë, thash e lam nesër, e lam mas nesër, jo, thash son të tha për du me shku me folë, tha, po muna tha vetë me shku. Atëherë jemi shku bashkë, nuk ka në shprejë me shku vetë Rifa në atë roktim.
kemi shku dhe më thonë edhe jemi këty para orës 4 të mëngjesit. Po nuk e ka shfaq të one kur atë farë lloj ndjenjë të çastit, po janë disa momente që si kom harru. Në më thonë që ati rrugtimi, diskutimi, me ta folja, me ta, dhe më thonë, janë gjona që më kanë met kështu thellë memorie. Gjithmonë ka qenë entuziast, ka folë për qysh ka më do gëveni mas qlirimit, qysh do të mobilizu krejt populli, dhe më thonë gjithmonë për gjona progresive. Terifa ka qenë gjithmonë diskutimin, pjedestalin optimistik. Kjo është e që e ka veçu gjithmonë, dhe më thonë. Në gosht 98-ës, forcat serbe mas një ekspeditë ndëshkuese në fshatrat Likovc, Makarmal, janë të rjek, dhe më thonë, drejtim të Polluzhës, me dalë në rrugën asfaltune për Skenderaj, edhe ne jemi pozicionu të lagja Kastratit, dhe më thonë, kemi qenë dikon 10-11 vetë, dikon munal me kujtu emnat, po e di ka qenë Rifa, ka qenë Samiu, Ekrem Deliu, Emerald, e kemi marrë edhe rrugës e kemi taku i Vush Gjinovcin, me një lloj raketa hedhësi, edhe bëm planin që na i pashëm forcat serbe që kanë me të rikë ka i segment, e bëm një plan shpejt aty, mi sulmu ato kamionat me ushtar, me paramilitar, edhe i Vush Gjinovci tha i pari unë, tha i gjuj me atë raketa hedhësin, mi shkatru kamionin, mi bloku rrugën edhe masane mi përcjell me zjarë, dhe më thonë. Vjen kamioni parë, prit nëse fëgjun, dhe më thonë, me atë raketa hedhësin, nuk shkrep raketa hedhësi, e atër ne i këmë përgjigj me zjarë, dhe më thonë, sa autokolione. Edhe këto janë disa momente aty që janë reflektu, dhe më thonë, momente dramatike, masadej, komunikimi edhe me Rifin, për edhe me shok tjerë, se ishin këto momente intenzive, nuk ishte diçka që kishim planifiku me ditë, po ishte një moment kështu një planifikimi qastit, edhe ato përjetimet, reagimet, dhe më thonë janë kujtimet pashlyshme për se cilin për ne. Në këtë pjesën këtu afer, këtu i Bareza, këtu ku jem, 2 dit i kena mojtë serb, do më thonë të luftun këtë pjesën këtu, më thonë vija erores është 500 metra këtu, kjo pjesë ka qene pathyshme, non-stop sa herë janë ardhur serb, kanë pas humbje të mëdha, kanë pas luftarë, çata luftarë që janë po janë konë luftarë shumë të fortë janë konë, nuk kanë shuper, kur nuk janë ndërzue, e kanë bërë luftën, si kur burrat e kanë bërë luftën. Ty e falenderu organizimin e Rifat Mziu, këtë pjesën kënene e Kamorina, se Rifat Mziu ka qenë edhe komandant, edhe ka qenë luftarë, gjitha i ka pas. Edhe profesor, i shkollune, në gjitha aspektet, do më thonë, ka qenë shumë i mirë, do më thonë, për në kohën e luftës e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që është rrallë mund me zavancu, do më thonë, qiftin e Rifat Mziut, që ka qenë, do më thonë, atë kohë të luftës për ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Na e kena pas me to se na jena këtë pandashëm. Besoj se çdo aksion që u lëpë, dikun me shkum për forcime, me se spreqëm. Bilu gëzajshëm, ku theshin keni me shku filan men me luftu, me shku me ndihmue, me se spreqëm. E moj men këtu në ofenzive në gushtit që ka qenë këtu në hymjet Rezallës, të në më pektiv fshatit Marina Nenaj, kanë ardhë arsenali më i fortë i Serbisë ka ardhë, që ata ushtarë që jena ka, nuk i kena lo me hymje, do më ka përcyje në për Marina Rezallë. Bili atë dit ka pasra dëshmor Zenel Mziu, kur nuk e arrej, edhe ka ha për zgjalli, Marina nuk dhe të ka përcej kësajtë sa jem për zgjalli, edhe qashtu qysh ka fuller Ahmetlia, qashtu ka ndohë. Edhe pjesën pak më nalt atje, kena hasë në forca, shumë të serbet deri në 30 metra kena luftu dhame ta, por nuk kanë pas shansë me dëpërtu, edhe gjitha ajo Serbi që ka qenë, me arë përfundimi me mujtë këtë Serbi, veç vullneti i fort, ideali i fort, edhe ty me ndusë gjithmonë që është toke jonja, nuk ka qenë toke Serbi, se ata që kanë qenë pa drejt janë arë musulmun këtu, qashtu të pa drejt janë shkuat nenaj me, që thujnë, me bësht për kam janë shkuat nenaj, se ata e kanë ditë që veni tyne nuk është, e kanë pas luftën pa drejt ata e kanë pas, kjo ka qenë luftë e shajt për tokën e vetë, për popullin e vetë, edhe për që ata, dhe më thonë, përfundimi ka ardhë që kjo është tokë e Kosovës që nuk mund të mbusht asë një armik që vjen këtu. Me Rifatin, më kujtohet mirë Rifat Mziu, kur atë ditë me 2 gusht ka ra dëshmur. Zenel Mziu,
Tikon atje 100-200 metra më poshtë në pozicionin që kanë qenë me disa luftëtarë që janë plagus. 5-6 luftëtarë nuk kanë plagus aty, rifat Zenel Mziv ka ra dëshmur. Edhe e kena marrë lojmen që ka ra Zeneli atje ka met në ato istikombe, e me vllahun e me disa bashkëluftëtarë, me Vesel Aruqin, me Fadil Deliun, edhe në Bajrami Jaha, Honës Mitrovicës, ka qenë, në ka bashkangjit, edhe keme orë në istikombe, dikon këtë istikombe këtë, për mi, gjami, kena orë me qëllim që me ndalu forcat e armikut, që mos me marrë kufumen e Zenelit. Edhe i ka shku lajmi Rifat Mziv që jem në istikombe, se i thash ati Bajramit, që lajmëroj që jem mos na sulmojnë tha shukt i onës tepër, se nuk e kanë ditë që jena hina atë shfell, i kumë që fjallë që mos na sulmojnë. Ato ka u shku e ka u taku në Rifat Mzivën, edhe Rifati të i vrapu ka ardhë për fërsim. Ato e kumë po Rifat Mzivën, se ka qenë shumë vape modhe, me një majicë ushtaroke, me atë karabinën e famshme që ka pos një orë me M48 që është shumë përsusne, edhe nën stop të i sulmu të. Ja kumë po krahërorin këtu, veç e si pike gjak, që ju kësh gjatë qitjes që ka përdur, ka të tisa ja orëmja dhe gjithja ja ka nërju krahërorin. Ato Rifat Mziv t'i kemi të regu që Zeneli ka rao. Për hedhë parë, Rifat Mzivën e kumë po që ka dalë pe i kontrol dhe adit. Nuk u komë vetë veti adit. Ka dalë për mi istikombe, ka dalë se qatë që ka përjetu ranë në ramja në Zenelit, ka dalë mi istikombe, edhe ka gjumë sa ka mujt, atë ditë s'ka këshyrë mëru heq. Dhe fati, atë ditë pas pak s'ka këshyrë mëru veç më sulmu, edhe qatë që ju ka dhënë kushëriri Zenel Mziv, ka këshyrë më akmerë, sa ma shumë. Në mes të tymit, frikës dhe betejave të luftës, jeta solli një dritë të re. Në atë kohë, lindi Leotrimi, djali i Rifatit. Kur mori lajmin për lindjen e tij, Rifati u gëzua pa mas. Në mesin e ushtarëve ai tha me buzëqeshje: "Një ushtar i ri ju shtua Kosovës." Edhe pse koha nuk i lejoj ta shionte gjatë atë gëzim prindror, ai e dinte se djali i tij do të rritej në një vend të lirë për të cilin po luftonte vet. Sot, Leotrimi vazhdon rrugën e babait të tij, duke shërbyer me nder në forcat e sigurisë së Kosovës. Me uniformën që mban me krenari, ai është dëshmia më e gjallë se gjaku i adhëtarëve nuk shuhet kurrë. Një ditë ma heret, Vili bashkë këtu uda nuk është se është bo rinovimi, ka qenë pak më ndryshe. Edhe këtu po vje po thirës, hini nodi, raderës, hini nodi. Tha, Ilaz, atje faktikisht o patën djeg me shpia me që thesën. Ilaz, dhe mi bon një nej, e kam ideal. Po ku mi bon, thash, atje bërë nodi tonë më, uda ju të kështë, mos më vetë për atë punë. Edhe normalisht që pa të thirë shumë, gjitha viseve sene, pa të mboni i darë një në.
Pas periudhës së shërbimit dhe përgatitjes në Shqipëri, Rifati me shokët morën rrugën për në Kosovë, me bindjen e fortë se do të vazhdonin me sakrificat për vendin e tyre. Por lufta, ashtu siç është shpesh e padrejtë, e priti me një kurth të pabesueshëm. Në një prit të minutave të fundit, ai ra heroikisht, duke mbrojtur idealin e lirisë, që e kishte mbajtur gjallë gjithë jetën. Atë moment shokët e tij e kujtojnë me dhimbje dhe me krenari të madhe, sepse edhe në rënjën e tij, Rifati la pas shembullin më të lartë të përkushtimit dhe guximit. Në 13 dhjetor, 98-ës, e morëm i moshin prej fshati Sahan për të futur në Kosovë. Kur mrim dikon rreth orës 4, mas ditën në testanet e Sahanit, ulëm të ham ka i kashore buk, aty mohat një fjalim, shumë i shkur, para roja, na pregadit që mujnë të hasëm prit. Muj krasni që nuk është njoh piket ushtarve, po është konën kryesor me rifamzion saj kolone. Muja ka mojnë një fjalim djem, jemi të hime një zonë të rrezikune. Kun mund të hasim prit, do të luftojmë, edhe do të bim heroikisht për liri, se pa ra na për liri, liria zjelle. Edhe kemi morë, gjithë natën kemi ustuar, para roja na ka ra dikon në rreth 3 para sabahit, është vra qenë, na jemi tërhjek mrapa. Edhe jemi met sukur sot që është muti, të ra shije dhe borë, po kon acari më. Edhe jemi bon tuba, të e prit para rojnë, kur për në thret për me fillu për me him në Kosovë. Para roja u shkëput me neve. Ne e kemi po që është zdrit. Edhe ishëm kontrët e ku. Na kanë brit sër pitana onde, unë du me full që është kanë full ata, pra daj se unë ushë. Meni aty një që zdët morë me na verë, sërbesh kanë full edhe në gjuhën Shqipel. Shëni armët, se nuk ju mundë të hesni për Shqipëri. Muj krasni që si Luarë në dalë para ushtarve, e ka thirë Rifamziun, Afrim Musliun, Rahman Tafën, Bajazet Thaqin që ishin secillisht përgjes për grupën e vetë. Të janë vjek me ushtarëve barën, edhe do të përleshëm me ta do të luftojnë modërzu s'kam. Edhe në moment ka kris lufta. Rifamziu është vra para kombet mirë. Edhe është plagos Bashkim Beqaj, po quki një bashkëvendasi jemi, ju mënu, po e kom po që s'kam, gjanë. Po është vra mas një gjysore luftime. Kur i ka arë fungni, e ka hjek revolën edhe ka gjunë drejtim shkive. Se ju ka sus municioni, s'ka pas mundësia s'ta ndër karikaturin njëmnu automatikit. Revolën e ka ndër ma let, ka qitë me revolën drejtim sërbe. Edhe kanë marrë plau. Jo ma fru, t'ja e jap një ndim, kur i më këthy mrapa. E kom po një shëq zonës operative në redimës, Bashkim Beqën, i plagun të shpur, sa e pash që në rejjet, i morë me ta, edhe ata kom të rjek, edhe sa da i rëgjallë mesin të. Po, e mojnë men kur se arrej ku e na shku në Shqipëri, theke, na pidina theke qka është me dho jetën, do më thonë, për Kosovë, për Shqipëri. Do më thonë, kretë qka ka një jetë me të dhoj, me shtrejt se jetë as ka, theke, nuk la shko pa dhije. Po dhe nëse vdes, theke e merë një plom, e vrash për këtë ven, do më thonë, pidin për qka po vrash. Do më thonë, a i me plët vedije e ka pas, do më thonë, e ka di që edhe nëse bje dëshmur, din, do më thonë, për qka me ra dëshmur. Do më thonë, për Kosovë, për Shqipëri, për këtë vatan. Në momenti ku kena qenë këtu, nuk e ku kuptu, do më thonë, që Rifati ka vdek, po kur kena mrije, do më thonë, pek hon 5 tonë në Shqipëri ku kena mrije atje, i pari që më ka të regu Rifat Mujota, më ka të regu e tha, Rifat Mziun, tha, e kanë vëra. Atëhere ku më ka dhoj lojnë me Rifat Mujota, po të regoj si kur më konë një bobi jam, një djali jam, një vloj jam, ja, që që më ka të rëndit, romi atina, se ja disha kontributin e ti, ja disha qëllimin e ti, pa ke po këta njerëz të luftës janë thuja si ma të ofër se vlov që ta ka bonona. Pse? Do më thonë me njerit luftës mund me ro dëshmur për këtë vend, për këtë tokë, do më thonë qash si kur me ko vlov.
Plancet babë që është me ta jena kam. Përmes mjetëve informimit o të regu lajmi, po tani njerëzit folshëm për shembull që Rifati, një ndër ta ka qenë edhe Rifati. Fillimisht nuk i besojsh asaj, ishin edhe burimet pa konfirmuara, po kur e konfirmuan shokët e tij të afërt, atëherë e besuam se me të vërtetë ka ndodhur kjo, pa ishte një ndjenjë shumë një për momentin e krijohet një farë zbrasie e madhe, dyshë pa përshkueshme që nuk mundesh me kuptu, as që mundesh me kuptu. Fillimisht nuk e beson se ka ndodhur kjo, po edhe është një farë ndjesia që s'mundesh me besu se me të vërtetë ka ndodhur kjo. Është e çuditshme pak për shembull se ndoshta pse njeri nuk mund pse spajtohet me këtë, për arsye se njerëzit që mas shumë t'i gati bëjnë për lirinë, ata mos me gëzu lirinë, diçka është një farë ndjenje tepër që krijon një farë zbrasie, një farë dëshprimi, po megjithatë Rifati ka ra, po s'ka ra vepra ti. Lajmin e hidhur për komandant Rifat Mzivën edhe për ata shok më i Krasniqin, ata shok që kanë qenë 41 dëshmorë që kanë rahur në atë pritë përgjakshme, ka qenë humbje e madhe, mas rrahjes së familjes Qashari, komandanti legjendar, ka qenë goditja më e rëndë e ushtrisë lirimtare, sepse ato që kanë krejt, ata djemë zgjedhën, kanë qenë luftarët më të dallun, kanë qenë në betej. E kemi marrë si trishtim, shumë me pikëllim, por jo të likështun, kemi marrë motivim edhe më shumë me luftu armikun, edhe kena vazhdu ashtu amanetin e Rifat Mzivët dhe gjithë aty në dëshmorëve që kanë rahur për këtë vend, për këtë liri, jena mënu me qu deri në fund, deri në fitoren, shlirimin e vendit. Përjetimi kur kemi një për Rifatin, Hakimin dhe 36 tjerë, për ne ka qenë me ranë nuk di qysh ka qenë, sepse na Rifatin ose çdo kanë që ka qenë ushtar, ne e kemi pasun ma natë se vlau. Sepse në atë moment kur jemi konë rrezik, vlaun nuk e kemi pas afër, po e kemi pasun Rifatin, e kemi pas Hakimin, e kemi pas shokët që të kemi luftu bashkë. Në thonë aty momente është vështirë me i tregu. Më thonë nuk kam fjallor me shpreh. Ishëm të shku një betej, cilën ka qenë shumë e zërshme edhe unë po i thamë Rifat. Apo nalesh ti se ti je profesor, më vra ti është shumë ma humbje se na. Kërse më vra unë nuk ka qaq humbje e madhe, bje një ushtar, kërse më vra ti, pilen edhe gjenerata tjera, mrapa pa i mësu, e je profesor. Tha Ramadan, tha në 100 vjetë një herë, i vjen njerit shanci me vdek pra dhej. Tha dhe ku është aja dëshirë me vdek. Që kjo? Eron është kërë në gjënë një vlo, që kishë vlo më të mallin, apo kupta. Po, neve që në bëjke që me na hjek mërzia, që kishë ro për vatan, apo kupta. Kjo të në të lehtësan, edhe dhimbjen, edhe mallin, edhe gjithë gjanë. Kur e di për çka u ro, apo kupta. Së dhe Rifatit i kësha thonë, unë vje kesh që të lash vetën. Që të kësha mujtë me thotë, përsa një. Dhe më thanë, hera fundit është kur unë i kom përcjell në Tiranë. Ka qenë një moment për çudi, një paradoksale, jemi përshëndet me një lloj vullnetit pashaq, se plani ka qenë që ne me i bë 2-3 furnizime me armatim, me materiale ushtarake. Unë kam qenë studime në Tiranë, ku më njoft shokët që janë marrë me grumbullimin e armatimeve, edhe plani ka qenë që unë me i përgatit disa grumbullime të armatimeve
Rifa me shok tjerë, me arë në Kosovë, me arë për një furnizim tjetër. Për asë një moment s'ku menu që ka me qenë takimi fundit, dhe më thanë. Se s'kom besu që plumbi i armikut mundet me kap Rifat Mziu. Këtë moment e kujtoj mas ranjës të Rifës, edhe ky është një lloj pengu për mua, se kam qenë momentin kur domethënë kur u ra Rifa heroikisht, ndoshta e mendoj se ka pas nevojë për ndihmën tem ose prezencën tem. Ramjan direkt që kanë ra shokun prite, kam kuptu për një shokun ton që ka punu në radio televizion shqiptar, drejtor në Imeri, po se kemi ditë kush është vra. Atëherë, unë me një shok tjetër, Shemsedin Stogun, jemi nisë me njëherë për në kufe, në Cahan, prej vendet ku është nisë komandant muja me Rifën, me shok tjerë, edhe aty jemi bindë që e kemi pa që është vra Rifa, është vra Gemziu, i grupet tonë, edhe shumë shok tjerë. është vështirë mi përshkru me fjalë diçka që s'mundesh me besu. Kjo. Rifat Mziu, tash është dëshmor kombi, heroi i kombit, ne një vetëm shumë krenar që kemi qenë shokti. Unë veç uroj që amaneti dëshmorëve të shkojnë në fund, të shkojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Është gjitha e sakrificë edhe prapë kemi ende të lashë ndryshme, sfida prej shtetit tonë fëqinjë servis, kështu që unë uroj që vetëdijsi, dhe më thonë sakrifica dëshmorëve e herojve të kombit në shërby gjithmonë si një lloj vetëdijsimi për neve. Aty e kemi të shkruajtur në ADN si komb. Ky është mendimi. E moj mend takimin e fundit se e vendosën këta me shkue në Shqipëri, kinë që boni për lloj armë pushimi, dhe i thirri disa persona, nuk i shkon, u revoltu bukur shumë, e unë pak ndikohen qëtësimin e tina. Tha nështë nuk jes atjesa, veç këtë s'ja u poli kur. Se kësaj toke këti populli ja kemi bërë që atë pike në punit gjakut. Edhe të nesët, atë pas nesët, i kumë përcjellë bashkë me kolegë. Shkonë dhe në sukëthynë më. Me të thonë të drejten, kom një gjuhe, edhe kom pa me shy televizionin sërbë. Se i përcjellë që ato lojme me qenë se isha vetëm këto, ja që isha do qebe dhomës vjetjes, dhe lësha isha televizorën, edhe ka qitë emrin, bini emrin, e Rifatit dhe fotografinë e tina. Mas pare, tani në kalem rodër shtabi i Likosit dhe kam shku vetë personalisht mu binda në shkilajme vërthet apo jo. Unë në një moment i kom pason këtu ku kemi ti, ose për të plumbi, ose me mujtë me të nëzonë e me të futë në borgë ma i keqër thelmimi se sa plumbi. Plumbi është sa një shpejt kur ta lisë. Ndërsa helimimi është diçka tjetër. Vetë kom shku, kom marrë edhe kufomen me gjithë dha në Prizren. Po, një të paqartë e kam, së dhe kësaj dite, edhe pse nuk është e paqartë, si pas thonjeve të komandant Pashtrikut. A i ka pas mjekër nderi këto, unë i kom rasa i dhomës ku ishë një fotografi për me identifikua njëherë kufomen, po edhe nuk donë të syni me pa fotografinë aty me do vdekurit edhe e kështë pas hjek mjekërën. Unë ala po këqyri, mu afru qaj komandant Pashtriku që një jetë që këm patë, po ras më rapa qatë ditë. Sa kanë për e kërkan, thash, po e kërkoj Rifat Mziu. Sa qëka e ki, thash, e kam djallë Allah. Sa bonoj fort, bonoj trem, sa Rifati ka ra. Ashtë ti ka përceve.
Kur ju afrum që të dy, thash po ja ka pas mjekër në deri këto. E sa edhe oficer, edhe me mjekur, ju po tentoni me qenë ushtëria rregullt ushtarake, tha, bashkë nuk shkojnë. Këto thoni kanë sa janë vërteta, di vetëm kaq. Që të gjithë ja kemi bërq gjakën kësaj toke e këtij populli. Ai i kreu borgjet të tina. I kreu dhe i kreu me nderë. Është thirë boll, po fatbarësisht la trashin zarë. E kalon shoqen të ndershme. E kalon djalin që sot po vazhdon rrugën e tij. Vajzën gjithashtu. Do të thotë në një formë ai për i kompenzon ato mungesat e veta. Edhe pse ka qenë me mosh i ri, po të thash, a ju përcaktua për shkollim, u bëmë profesor, ka punu në të gjitha shkollat pas suprimimit shkollimit në gjuhën shqipe. Drenas, Kamaran, Obri, Skënderaj, Turiqeft, deri edhe në Mitrovic. Një herë një grup shokësh, pasi që më larguan prej arsimi mu, mas e dol këto terminet në qaneleste i redenteste, separateste, më larguan të njerë dhe ndërshok, një farloj në ngushtlimi kështu, por i fatin dijes pas ishte nod aty. Edhe po më pyesin ata, s'na ke tregu qysh kur je burgos me ken. I tregova në pika shkurta, mas u përshëndeta me ta shkon. I qysh u hatrua, pse nuk i kom tregu deri atë ditë ka i të formën edhe mënyrën. Thash po ende je i ri, tha. Ja, s'jam i ri. Nuk jam i ri, tha. Që aty e di një jetë, ishte dhe shkoj e di që pak është hatru në muaj, jo në në tanë, po ajnë mu. Po, fati e deshti. Po rezultat i tregimit tim ka qenë thymja e fotografisë titës në shkollë të mesme. Por i kom thonë pse bre fatë në këtë kohë. Me bon këtë, që 2 javë të lota se kanë lanë rahat organet policore. Sa po, kur dërsa në përshim e posha, e disha që atë ka bon këty, së mujta më dëru balë, tha. Edhe bone që ata që e bona. Ke shkojmë betëm më pata, po deri dje ishte vetëm i myni, e sot është i tërë popullit. Gjonë që të gjithja kemi bërqë. Trashëgimia e Rifat Mziut nuk përfundon me kujtimet e shokëve apo me veprat e tij. Në Skënderaj, një shkollë u emërua me emrin e tij. Një nder i madh për një njeri që jetoi për dijen, për lirinë dhe për vendin. Sot, nxënësit që hyjnë ato mure, mësojnë më shumë se lëndët e shkollës. Ata mësojnë për guximin, për përkushtimin dhe për idealet që mund të ndryshojnë botën. Emri i Rifatit mbi dyert e shkollës kujton çdo det një jetë ndritur dhe sakrificat për të tjerët nuk harrohen kurrë. Kjo shkollë është dëshmi e gjallë se historia e tij jeton, frymëzon dhe do të frymëzojë gjithmonë në brezat e rinj. Thënë drejtën, për mu ka qenë ndjenë shumë e veçantë. Ka qenë shumë e veçantë kur është emërtu emri i Rifat Mziut për shkollën ku tash unë ushtroj detyrën e drejtorit. E kom prit me kënaqësi. Mu ka duk sikur u ringjalla një Rifat. Arsyeja është sepse Rifati që është në kohët më hershme ka dhënë një kontribut veçantë në arsimin
ka qenë një mësimdhënës i dallum, i përkushtum me gjitha tiparët. Ka pas një vizion, ka pas një mision qëllum. Do të thotë ka qenë me gjitha tiparët sa i përket një mësimdhënës. Ka qenë i edukum, ka rrjedhë për një familje patriotsh, të edukum, kështu që idetë e tina janë përcjellë brez pas brez. Sa do që jetojmë, kontribojmë për këtë vend. Kontributin do të japim në mënyra të ndryshme. Fati i tillë ka derë që Rifati ta jep gjithçka, edhe jetën e vet për lirinë që ne selektojmë, për këtë shkollë që na e mbajmë emrin e tina, e që e pajmë zërin e nësë. Na kanë syhas mi të pragu, na kanë syhas mi të pragu. Le me njanë shkollë e katedër, shkollër sot të lufta dhe qaku. Shkollër sot lufta dhe qaku. Profesor, po të vetë dy feku, shqit ka rop vrinit e fushës, njatje hën prej 15 vjetësh. Na e sjell një pisha ban pollushës. Ku do shkel këmbë armikut, bardë e madh Anglikoshan, duka gjin ngryk t'la pushnikut, Rifat Mziu o delin mejdan. Rifat Mziu dëshmor lirie, qifan te i trollit armëror, Rafsh Kosovë e del Shqipërie,